Në kujtimet, gjë e parë që të shkon ndërmend në gjëra të saktuara i vën dyshim. Edhe thua, ka qenë apo s'ka qenë kjo e vërteta. Dhe si të tilla ne në shkencën e historisë i marrim me rezervë, pa i verifikuar. Dhe këtë që ka bërë Naim me këtë botim është pikërisht kjo gjë, që është me plot goje thënë botimi i parë i kujtimeve i verifikuar me dokumentacion historik dhe që rezulton që ato që ai ka thënë në kujtimet e tija, sigurisht jo komentet politike, sikur se tha me drejt, por ngjarjet vërtetohen dhe me dokumentacionin arkivor. Kështu që këto dokumente që janë aty pasqyruar, sigurisht ai ka bërë, unë e di se me Naimin kemi folur që kur ishte duke përgatitur librin, janë mira faqe që ka konsultuar, dhe pa dyshim që ka përzgjedhur ndërto ato që i duheshin për atë pjesë që kërkonte të verifikonte. Dhe si e tillë është një punë shumë e madhe. Duket si një gjë që mund mbaroj shpejt, por në fakt është një punë që të merr vite dhe mbi të gjitha, sikur se thash, produkti për më tepër kur mbasi mbaron një punë tillë dhe shikon që personazhi që ke zgjedhur, sikur se është Xhelal Staravecka, ndoshta një ndër më kontradiktorët si personazh ushtarak i luftës dytë botërore, më i përfoluri, më akuzuari, sigurisht që në momentin kur shikon që e vërteta historike, pra dokumentacioni me atë që reflektim që e ka bërë në kujtime përputhen,